ndoshta do kush mund ta flas një fjalë dhe e harron që atë fjalë e ka folë dhe e gjen gjurmën e saj në vazhdimsi. Inna rabbaka labil mirsad. Allahu azza wa jall është mbi gjyrës, mbi krijesat e tij. Dhe veprat e mira tërheqin të mira, e veprat e këqija tërheqin të këqija. Veprat e mira janë shkak të shtohet njeriu në mirësi, ndërsa të këqijat janë shkak që njeriu të shtohet në ligësi. Sepse ai ka pasuar në këtë gjë hap nga hapat e shejtanit. Wala tattabi'u khutuwati ash-shaytan. Ndërsa Allahu na ka ndaluar dhe na ka paremëruar që mos të ndjekim hapat e shejtanit, sepse kurthi i tij është i rrezikshëm. Innahu ya'murukum bil fahsha wal munkar. Ai ju urdhëron ju për poshtërsi dhe për harame. Wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun. Të thoni mbi Allahun gënjeshtra, të thoni mbi Allahun atë që ju nuk e dini. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Njerëzit nëse thojnë fjalë të mira dhe të drejta, Allahu azza wa jall ja mundëson atyre që veprat e tyre të rregullohen. Është qartë se ndikimi i fjalës së mirë është i madh, ndikon tek besimi i njeriu. Dhe nëse dikush flet fjalë të këqija, padyshim se ndikon për keqin e besimit e besimtarit. Inna ar-rajula la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam 70 khariba. Ndoshta një person mund të flasë një fjalë që nuk e llogarit atë, dhe zhytet në zjarrin e xhehenemit 70 vjet, duke mos e menduar se ku arrin kjo fjalë. Nga smundjet që godasin gjuhë është el-ghiba, përgojimi, el-namime, fasheteme, el-firje, shpifje, el-kedib, rena. Të gjitha të smundje ndodhen të kjo pjesë e trupit, e cila është shkak për t'i dhënë drejtim trupit për në xhennet apo për në zjarr. Allahu azza wa jall tregon për disa nga këto smundje dhe thotë: "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Fattaqullah. Inna Allaha tawwabun rahim." Allahu azza wa jalla ka ndaluar që secili prej nesh të përgojojë tjetrin dhe e ka krahasuar përgojimin njësoj si ku të hash mishin e vllajt tënd të vdekur. Fakarihtumuh, e padyshim se ju këtë nuk e pëlqeni. Wattaqullah, frikësoni pra atëherë Allahu azza wa jall, pasi që e mësuat se çfarë gjunahu është të përgojosh tjetrin. Sahabët i thanë Rasulit alayhi salatu wassalam, kur Rasuli alayhi salatu wassalam i tha: "El-ghibatu dhikru akhaka fima yakrah." Përgojimi është të flasësh për vllajin tënd në atë që ai nuk e pëlqen. Qalu: "Wa in kana fihi ma naqul." Po nëse ne themi atë çka ai e ka në realitet. Qala: "In qulta fihi ma lam yakun faqad bahatta." Nëse ti thuat ndaj atij
diçka që ai nuk e ka, ke shpikur të ti. Wa in qulta fihi ma fihi faqad ightabta. Nëse tu ndaj ati atë çka ai e ka, e ke përgojuar. Ka Allahu Azza wa Jalla në këtë ajet kuranor flet për përgojimin. Pra, mendohet që të thuhet diçka që ai person në realitet e ka. Dhe pse është gjendja e tillë, Allahu Azza wa Jalla e ka krahasuar. Njësoj si ku tash mishin e vllajt tënd të vdekur. Shumë njerëz e lejojnë dhe ja gjejnë arsyet vetës për të përgojuar. Askush nuk pranon se ai përgojon. Të gjithë kur përballohen me fjalën la tabdab, mos përgojo, po përgojoj, unë po paralajmëroj. Në realitet shumica e njerëzve nuk i dinë rregullat e paralajmërimit. Dhe në këtë formë gjejnë rrugën për të shmangur të vërtetës. Mendojnë se kështu ruajnë fytyrën e tyre, por se në realitet Allahu Azza wa Jalla ya'lamu kha'inata al-a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. E din atë çka fshehin syt nga tradhtia dhe çfarë shehin njerëzit në gjokset e tyre. Është e ditur për Allahun Azza wa Jall e barabartë si të jetë e shfaqur e si të jetë e fshehur. Nëse tek njerëzit e kalon me një justifikim, tek Allahu Azza wa Jall përgatit përgjigjen për gjunahun që bëre dhe për justifikimin që thërë, sepse ai është një gjunah. Ajo s'ka shoqëria islame buan më shumë në këtë smundje është shpikja. Se njerëzit nuk i pëlqen të flasin për gjërat që janë, ose në realitet flasin për gjërat të cilat nuk kanë ndodhur. Dhe bazohen në zinxhire shumë herë të shputura dhe flasin mbi njëri tjetrin gënjeshtra. Dhe më pas çuditet pse në zemrën e tij kanë gurësi, pse nuk e ndjen namazin dhe pse nuk e ndjen Kur'anin. Thamë që veprat e mira tërheqin të mira, e veprat e këqija tërheqin të këqija. Nëse ti ke folur, por se e ke harruar atë çka ke folur, duhet të dish se Allahu Azza wa Jalla wa ma kana rabbuka nasiya. Allahu i lartësuar nuk i haron fjalën që ti thua. Përkundrazi, ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Çdo herë që ai flet një fjalë apo vepron një vepër, është një melek i përgatitur për të shkruajtur fjalët dhe veprat çka i. Riparimi i kësaj smundje duhet filloj nga momenti kur dikush të këshillon la tabdab, mos përgojo, të thuash astaghfirullah, dhe të punosh për të kundërtën e asaj çka folë. وأتبع السيئة حسنة تمحوها. Pasi ta veprosh një të keqe, vepro diçka të mirë, me qëllim që të fshihet ajo e keqe. Wa khaliqu an-nasa bi khuluqin hasan. Dhe këshillo dhe sillu me njerëzit me edukat të mirë. Në hadith nga Aisha